Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte pjesë e një tryeze të rrumbullakut me temë "Riktheni të rinjt shqiptar përsëri në atë". Në fjalën e tij, kreu i demokratëve u shpreh se do të jenë të angazhuar për një politikë që do të rikthejë të rinjt shqiptar në vendin e tyre. Berisha mori shembullin e Mira Muratit, që tha se është magjistarja e inteligjencës artificiale, ndërsa Dua Lipa zëri më i bukur në botë. Për ne, kthimi i shqiptarëve, njoh shumë prej tyre, të cilat tani kanë ikur dhe punojnë në vende të tjera. Por ne nuk duhet të shkurajohemi. Duhet të bëjmë çmas në mënyrë që gjërat funksionojnë më mirë. Ajo që tregoi departamenti duke punuar si opozit, punoi shumë më mirë për t'u afruar pranë të rinjve. Dhe ka meritën e padiskutueshme që është afruar me të rinjt. Këta të rinj do të jenë pjesë substanciale e administratës së ardhshme. Of the soft of our governance, as you also will be all the young people. Ne kemi nevojë. We need very much. Shumë. Young people contribution. Për kontributin e të rinjve. It's vital. Our Ai kontribut është jetik. Never could be realized without Misioni your ynë energy nuk mund të realizohet your kurrë dreams. pa energjinë dhe ëndrat tuaja. Your daily dreams are the best project for this country Dhe and for the ëndrat tuaja future of this country. do t'japin të ardhmen e këtij vendi. Kryedemokrati nuk la pas edhe mbështetjen për të rinjt, ku theksoi se kur Partia Demokratike do të vijë në pushtet, do të ofrojë mbështetje reale për ta. Teksa foli për çiftet e reja, Berisha theksoi se kur të kenë fëmijën e tretë, nuk do të paguajnë kredinë e banesës, pasi sipas tij ajo do të shlyhet nga shteti. Gjithashtu, ai tha se çdo kush që kthehet nga emigrimi për të investuar në Shqipëri, nuk do të taksohet për të paktën 5 vite. Ne do të ofrojmë një politikë për fëmijën e tretë, një mbështetje për fëmijën e tretë. Dhe kur të kenë fëmijën e tretë, çifteve nuk kanë pse të paguajnë më kredin, por kredia do të paguhet nga shteti. Young man or every emigrant apo çdo emigrant without discrimination do të trajtohet pa dallim kushdo që do të vijë të investojë në Shqipëri. Nuk do të taksohet për 5 vjet. Ndërkohë edhe gjatë këtij takimi nuk munguan akuzat edhe ndaj qeverisë, duke thënë se po i kopjon programin, ndërsa vendosi në dukje se përgjatë 12 viteve në pushtet, qeveria nuk ka ofruar asgjë, vetëse ka larguar njerëzit.